Me emër të Allahut, mëshirues dhe përdëlimtar i madh. Ne e kemi dërguar Nuhun te populli i tij, paralajmëro popullin tënd para se t'i arrijë dënimi i dëmshëm. Ai tha: O populli im, unë, me të vërtetë, jam për ju paralajmërues i qartë, që t'i luteni Perëndisë dhe t'i ruani kundërshtimit e atij dhe që të më dëgjoni mua. Ai ju fal mëkatet tuaja dhe do t'ju lërë të jetoni deri në çastin e caktuar, e kur t'ju vijë çasti i caktuar i Perëndisë, me të vërtetë, ai nuk shtyhet, ta dini ju. Ai tha: O Zoti im, unë, me të vërtetë, e thira popullin tim natë ditë. Por thirrja ime nuk solli dobi, për shkak të largim edhe më të madh. Sa herë që i thërita unë ata në punë të mbarë, për t'i falur ti, ata i shtinin gishterinë në veshët e tyre dhe mbuloheshin me pekkat e tyre për të mos me parë, ishin këmbëngurës dhe shumë mendimdhej. Pastaj, i thira haptazi me zë edhe më të lartë. E mandevua shpalla publikisht atë, si dhe në besim u përshpërita i thira në të gjitha format. Dhe ju thash, kërkoni faljen nga Perëndia e jua, sepse, me të vërtetë, ai është falës i madh. Ai do t'ju dërgojë juve shi të bollshëm, dhe do t'ju ndihmojë me pasuri dhe me fëmijë, dhe për ju do të krijojë kopshtie dhe për ju do të krijojë lume. Përse nuk i frikoheni madhërisë së Perëndisë? Ai ju ka krijuar me forma faza të ndryshme? A nuk po shihni se si Perëndia i ka krijuar çdo qejt, palë kat, dhe në ta e ka bërë hënë dritë, kurse diellin e ka bërë fenjer ndriçues? Perëndia ju ka krijuar nga toka dhe ju, ashtu si bimët. Pastaj ju kthen te ajo dhe prej saj sërish do t'ju nxjerr. Perëndia për ju tokën e ka bërë shtroj, që të ecni nëpër të, nëpër rrugët e gjera. Nuh tha: O Zoti im, ata më kundërshtuan mua dhe u dhan pas atyre, pasuria dhe fëmijët e të cilëve nuk kanë sjellë gjë tjetër, po shkatërim. Dhe trilluan trillimet e mëdha kundër Nuhut. Dhe kanë thënë populli Nuhut: mos e lini kursesi zotrat tuaja, mos e lini kursesi as Vedin, as Suajin, as Jeguthin, as Jeukin, as Nesrin. Këta idhuj kanë mashtruar shumë njerëz, e ti keqbërësve, mos u smallu asgjë, përpos humbjes. Për shkak të mëkateve të tyre, ata janë përmbytur e janë hedhur në zjarr dhe ata nuk kanë gjetur mbrojtës tjetër për vete, përveç Perëndisë. Dhe Nuh tha: O Zoti im, mos le të qarkullojnë në faqet e dhut asnjë mohus, sepse me të vërtetë, nëse ti i lë, ata do të shpjejnë në humbje robërit e tu dhe do të lindin vetëm mëkatar dhe jo besimtar. O Zoti im, fal mua dhe prindërit e mi dhe ata të cilët hynë në shtëpinë time si besimtar, dhe besimtarët e besimtarët, ndërsa zullumçarëve shtoj vetëm shkatërimin.